të dytë dhe tretë. Kosova në një situatë që ka qenë, ta themi, të pas luftës, e cila është ballafaqur me probleme jetike, mirë po ka pas dhe ka demonstru një kulturë jashtëzakonshme politike, ku gjitha subjektet politike kanë qenë shumë atëvetëdijshme për barën dhe përgjegjësinë që kanë, në raport me opinionin edhe në raport me përgjegjësitë institucionale. Sot subjektet politike përjashto lidhjen demokratike të Kosovës po demonstrojnë një kulturë, ta themi, mos kulturë në fakt, e cila është shumë brengosëse. Ne po japim porosin më të dëmshme për vendin edhe për qytetarët tanë. Në këtë aspekt nuk po tregojmë se jemi të gatshëm të ndërtojmë një shoqëri civile, demokratike, liberale, me vlera perëndimore, që është edhe kauza jonë e vizionit kombëtar. Prandaj gjuha linçuese, sharjet, ofendimet e vazhdueshme, ta themi ai municioni që po shprazët në opinion nga subjektet politike, është për keqardhje se në çfarë niveli kemi ardhur. Prandaj kjo jashtëzakonisht, jo vetëm mua, po unë besoj që në pjesën ndërmuese të qytetarëve e pengon. Dhe qytetari jonë ka nevojë për njerëz të cilët demonstrojnë aftësi për të marrë përgjegjësi dhe për të zgjidhur problemet reale, dhe jo njerëz të cilët janë barsë propagandës dhe kulturës, apo ta themi linçimit, dhe që demonstrojnë lirisht mund të themi rrugaqëri. Rrugaqëri.